ndeshja ka fillu. Ka fillu? Sigurisht. Çfarë minuta jemi? Kur hym fush, jemi në intensitet matë ndeshjes. Ndeshja është para ndeshjes. Ndeshja luhet nga sot deri ditën e organizimit. Kur bie bilbili i arbitrit, çlirohesh nga emocionet, do vraposh fush, nuk ke ngarkesa më pastaj. Problemi qëndron si do interpretojmë ne ndeshjen para se të shkojmë në fush futbollit. Kush do i ketë ngarkesat emocionale, mbi kë ekip do jetë presioni, në stadium ç'a do ketë administrata apo tifoza, se kemi edhe problem matë, ne mund të kemi edhe kështu si të koncerti i Vienës, duhet të rokasim kështu të. Kemi politikë shoh kështu. Me Serbi. Më lini ta marrë pak. Tifoz lëgu. Ta shtjelloj pak, ju lutem. Yes. Kam përshtypjen se do jetë stadiumi do jetë këtë radhë do jetë me intelektual, besoj. Edhe Po përderisa është me bileta me short, si mund të jetë varet kujt i bie short. varet se sa bie në. Shorta aty kanë dorë. Ka priçot e shortit. Po. Gjithmonë janë Ka priçot e shortit i bien që të jetë deputeti. Ajo që unë kam shumë merak nuk më shqetësojnë gjitha këto probleme tjera, ajo që unë kam shumë merak është ana psikologjike e përgatitjes takimit. Sepse ngjoj profesorin, po s'jam fare dakord me profesorin. Me ke profesor? Se ka është dhe profesor Zhupa, UEFA Pro. Sigurisht gjithë profesor duhet drejtohet. Po dakord, për etikë televizive natyrisht. Edhe nuk jam fare dakord që pesha e presionit bie mbi ekipin tonë kombëtar. Se? Që ne në për studio, që te ekipi, që te drejtuesit e Federatës Shqiptare të Futbollit, duhet fillojnë të punojnë fort, po shumë fort me uljen e presionit, ekuilibrimin emocional të ekipit. Për shkak se ne nuk kemi asnjë betejë me askënd për të fituar, ne kemi një ndeshje futbolli për të luajtur. Duhet ta marrim ekipin me këmbë tokë dhe sa më të çliruar emocionalisht. Ne s'kemi për të vërtetuar askujt asgjë. Ne duhet bëjmë një ndeshje futbolli brenda kuadrit të ndeshjes futbollit. Me kombëtar, ata mbase kanë peshën politike, se këta thonë ngarkesë politike, nuk është ngarkesë politike për ne ndeshja, ajo është një deklarat për konsum të brendshëm në Serbi. Nuk është për këtu të ne. Çdo kryeministri i vendit vetë i thotë ekipit vet fitoi mund atje. Pra ajo përcillet tek ekipet ku merr dhe ngarkesë politike. Tash e përcolli ja çoj me gazeta me mesazh to interpretoj ti pastaj. Unë po them që kryeministri i një vendi vetë përcjellej dakord. Pra kjo merr gjyra politike. Kryeministri i vendit ka për detyrë shkoi para ekipit vet si ta bëjmë. Ai nuk kanë takim me ekipin kombëtar të Serbisë, ai ishte një tubim politik. Dhe e kalon ngarkesën e thot kur shkosh atje rrifi ata. Po shumë mirë, më i përmendshëm, kjo me ngarkesë politike. Po patjetër, po dhe nga tropoja mund t'i bësh thirrje te ekipit kombëtar. Nga tropoja mund t'i bësh thirrje ekipit kombëtar, fiton ndeshjen. Sulça pyti tha ndonjë presidentin e Serbisë. Jam dakord, po mblet marrë mendimin. Ta mbarosh patjetër se ti ke aftësinë që nuk e mund të ketë edhe ndonjë shoqëri. Ka pjesë fushatës. Unë flas do. Nga që vjen nga pjesa e fundit, unë jap të drejtë sepse sa ka ardhur nga fushata dhe është mësuar që vetëm ta dëgjoj. Problemi qëndron, qa na intereson ne, të luet një ndeshje futbolli? E di që ke këto pretendime, se ke mungesë ndeshjes. Edhe televizioni është si sporti. Kam pas ritëm. Ideja është shumë e rëndësishme, është që ekipi të hyj me mendimin e duhur, me ngarkesën emocionale të duhur. Ndeshje tilla sulçe nuk ka nevojë ta karikojmë ne nëpër studio televizive duke bë patriot në mat, duke sulmu president në Serbisë ato të çfarë. Jo, ne tham të luajë qetësia, nuk e sulmoj njëri fare. Puna është duke i shpall në luftë presidentit Serbisë, që si bëjmë dot gjë fare ne këtu nga studio. Ne vetëm ngarkojmë emocionalisht ekipin ton kombëtar, nuk bëjmë ne gjë të madhe. Po m'fal, pse s'janë të ngarkuar Ismaili, Gjimshiti, Ramadani, Daka. Paske pasuruar studion me njerëz që nuk lën të flasin. Ja, nuk është mua bine, vajza ka mendim në Jo, janë të ngarkuar emocionalisht Daku. Jo, thjesht më thuaj, janë lojtarë që kanë qenë, për shembull Mirlin Daku është një nga ata që është djegur shtëpia nga. E di që e ke qef këtë çonin, vazhdo më tutje. Unë kam qef të gjithë futbollistat e kombëtarës. Daku ata më në formë. Ai është lojtar që duhet menaxhuar më mirë. Që është djegur shtëpia nga forcat serbe. Mirlin Daku është ai që në kampionatin evropian Po shau serb, edhe u dënua me 2 ndeshje. Mos ballë ky lojtar do futet me emocione të ndërkombëtare në këtë ndeshje. Kur të shohësh Filxhanin se si do sillet ky mas 2 javësh, dakord jam, po shive herë Filxhanin.
Po deshe shohim dhe ne tepsin, nuk para- po ne dhe nuk finxhani dhe paragjykojmë- pjatë dhe ne gjitha, nuk po para- po të ne them. nuk paragjykojmë- Ke fakte çfarë ka bërë ky Goca, lojtar ka dhe thelbin, çfarë është ky thelbin. lojtar Të duhet tjetër. thelbi, jo zhurma. Nuk paragjykojmë tjetrin pa e bërë gjestin. Kush jemi ne ta Pa i ka dim bërë çfarë do gjestin, bëj ma ky këtë mas më 3 referohet javësh. gjestin. Kjo është një ndeshje futbolli. Gjesti Fundi, ka bra, bërë, fundi. tash vajza ka drejtë, Oj, se çfarë ai ka ka bërë bërë gjestin? gjestin. Me këto Ai ka bërë gjestin, kështu që Unë nuk është e dëshiroj që ai paragjykuar. mos ta bëj Ai më edhe atë të gjest. deklarat Ai e do bërë të kështu. Ka një president Federata Shqiptare e Ai del dhe futbollit. shan, Goca, del në rrjetet ka një sociale, president, po s'është dhe faja atime që është Ana Dollak, është problemi atyre që e drejtojnë. Mirë Ozuni, kur u hodh shorti, doli dhe tha frazën e famshme që e themi të gjithë, a jemi live. Edhe e çoi gjëra që Tash Tani, problemi. unë desa po të them që çunat me zor e kanë pritur këtë ndeshjen dhe në komunikim nëse ti rri vetëm 5 minuta me ta, shkon dhe në një intervistë, Mirë në është një edhe të konferencë për ngjosh. shtyp, Mirë është edhe të ngjosh. Kur e ke komunikimin e fundit? komunikimin e fundit para se të vija në studio. A, ku be ke? Nuk ka rëndësi se me Kishte këngë nga marrë cilin nga armën futbollistët vete e ky kombëtares, lojtar, jo? por që me zor po e presin. Po. Dhe thonë Qa që- është lëmus me sushor, mbrojtës? Nuk flas. E po tani, këtë do në ektorës, po... Okej, është lojtar krahu. Krau. E kush është krau? Me qa fillon? Me qa fillon shkoj? Nuk themi. Okej, sa të mendohesh të shikojmë që ka thënë presidenti Serb Vučić dhe listën serbe dhe jemi këtu direkt në studio për të diskutuar.